se ju jeni paqë të mirë sa gjithë se cili tjetër. Por kjo, miqtë e mi, nuk është betejë e emrash, kush është më i mirë se tjetri. Shqipëria është në prag të destabilizimit. Është çështje ekzistenciale. Besojeni që jeni paqë të mirë sa të tjerët. Dhe secili t'i jap 10% të paktën më shumë nga vetja. Të mos presim se çfarë bën partia për ne, por çfarë bëj unë për familjen time, për veten time, për kombin tim. Nuk e njoh Shkëlqim Hoxhën, s'ke patur rastin as për shëndetini, por po ju them një gjë. Shkëlqimi e fitoi Bashkinë Rogozhin. Edhe një bashki të vogël. Nuk na e lan. Morën kutinë e burgut, e thanë fitoi PS-ja. Pas ju thamë që fituam nese të burgosurit, nuk mund të votojnë zgjedhje lokale. A, po thënë, do përsërisim zgjedhjet. Pra ta harroj çdo kush se mund të fitoj për ballti trafikantit këtu. Kështu u mori Mara, se donte të dhite Edi Rama 22.4 hektar tokë gjype, mos hapeshin dosjet. Por Altin Mercenari nuk guxon ta hetoj ta marrin pyetje. Për ushtrim ndikimit palishëm për të pasuruar familjarët e vet. 2 ura i denoncoi Belind Këlliçi, mungojnë. Ai nuk e merr në hetim këtë. Këshura dhe Shkodra, miqtë e mi, se këta janë aq arrogant, sa mburen 1 muaj para zgjedhjeve kam marrë informacion, e kam çuar në kryesi, që Shkodra po bie se kanë marrë fshatrat. 2 javë para zgjedhjeve, arritën aq vota në qytet, sa ishën bindur se do e mundin Bardh Spajin. Por me çfarë e mundën? Me krimin organizuar, me partin shtet, me të blerë shpirtat e vuajtur shqiptarve. Kështu mor Bashkia e Elbasanit ndaj profesor Luciano Boçit. E kanë të faktuar që Gledis Llatja apo Gledon Llatja si e ka, ai nonemi atje. Lutej 2 javë para zgjedhjeve, edhe jashtë Elbasanit me njerëz me influencë, më ndihmoni se jam keq. Si mund dalë njëri që është keq? 61-62% votave. Por ja morën profesor Lucianos me kompjuter. Votoi profesor Luciano, i dilte votat i tjetrit. Kështu u mor Kamza. Me vjedhje u mor Tirana, se kur nuk fiton të Erion Velia i përballë Belind Këlliçit. Na thoshit se mundi do të Velia se është i fort. Është i fort se ka lekë, se është hajdut, se ka bandat. Jo se e meriton. Për të mos u zgjatur, ju lutem. Do jap edhe një shembull. Kur shkonin te bashkia ishim më pak se kaq. Më thoshin pse shkon se nuk e mundi do të Velia, është shumë i fort. I thosha, më fal, s'ka kauzë ishte para. Si s'ka kauzë, është vjedhur Tirana, janë vjedhur zgjedhjet. Të çlirojnë Tirana, kjo është kauza. Mos shko se faktorizohet X-i, faktorizohet Belindi. I thosha, çdo kush do t'japi më shumë nga vetja, sepse në fund do jenë të gjithë fituar. Mos shko se mundi do të jeni 200 veta. I thosha ai burin dritare, di çfarë bën. Nuk më tradhton kur mua, nuk i tradhton kur demokratët, nuk e tradhton kur Shqipërinë. Sali Berisha është garancia që ky vend nuk do shkojnë gremin. I vetmi person që mund të ruaj stabilitetin politik dhe ekonomik në Shqipëri sot, në këtë gjendje ku jemi. Ndaj kokën lart demokrat, as si dyshim mos keni, kjo është forca më e madhe, shpresa e vetë në këtij vendi. Poshtë diktatura! Ju falemderit.